që më du me po ma shumë e qëto. Bravo! Shta shumë erë forca. Si më erë të mësha. 5 kilometrat e fundit unë e meta pa frymë. Doktori ka thonë që i ki 4 javë me jetu. Hasan Rahmani është arsyeja që disa njerëz u mbledhën në sheshin Skënderbeu në Prishtinë sot, 26 shtator 2025. Pasi Hasan Rahmani i ka kalu për mbi 2000 kilometra vetëm me biçikletë. Ai është nis prej 6 shtatorit në Londër, prej shtëpisë së babait të tij të ndjer dhe ka arritur sot në Prishtinë. Për momentin ai është duke u shoqëruar prej ambasadorit të Britanisë së Madhe në Kosovë dhe kryetarit të Prishtinës përpara Roma. Mirë po, Hasan Rahmani ka bërë krejt këtë ciklizëm 2000 kilometra për nder të atit të tij që ka vdek 71 vjeçar për shkak të kancerit të pankreasit. Hasan Rahmani është munduar që përveç ciklizmit të mbledhë dhe disa donacione në mënyrë që ato të shfrytëzoj një organizatë në Angli për të bërë hulumtime shkencore për kancerin e pankreasit. Plani ka qenë më nisë me Hendon, është në verit Londrës, edhe aty ka rënë baba, edhe ku Prishtinë, ku i është i Vorosën. Total është diku ka 2000 kilometra, po besoj që pak ma shumë se 2000, 2100, 2200 i kom bo. Ideja për me ardhë në Francën, Italinë, Shqipëri, mujë në shku ka Slovenia, Kroacia, drejt e poshtë. Kjo të shtetit i kom baba që i ka adhuru shumë, sidomos Italinë, Shqipërinë, Italinë sidomos. Edhe qam kam anit që kur shkësha me bicikl në për katune, në për qytetet Italis, këtë ato emrat më bishin men se baba më ka tregu për atë fjallë, për kësi edhe ato këtë që më ka thonë a si fmitar më dilëshim për para. Kur e keni kuptu për kancerin edhe qëshja ke tregu? Po a i konë një momente më të shtira, se unë im konë, për këtë vlasmi im konë të përthy edhe e pa të vendosë që mi tregu babës se qka, e dishëm që diçka s'është mirë puna, po nuk e dishëm se qka, edhe kur e ke muara e diagnosën, doktori ka thonë që i ki 4 javë me jetu. E unë e dësha mi tregu babës këtë sen, po nuk më delëshin fjallë, shpirti me shtyp ke fjallë të mrena, s'më isha mi tregu, po dikur i thash edhe a i metë kështu, që shukun kështu për para të mgu edhe që i ka thonë hajli koft, edhe uzbek. Alpet kanë qenë njëna për vërstësive më të mëdha që i kom kalu se kemi shku pej, si me thonë, pej 0 dhe në 2800 metra lartësi bidetare, edhe kur kemi mri aty 5 kilometrat e fundit unë e meta pa frymë. Nuk më shama marrë frymë edhe do kemi me shku gjdo 800 metra, 1 kilometr më nalë më shtre me marrë frymë. Kur me nojsha se qëfar dhimbje, qëfar vjen kanceri pankreatit, këtu të mija do të këshin minimale. Kështu që ajo ka jep shumë energji kër e menësha se qëfar dhim ka po baba, qëfar dhim kanë tjerë njerës që bojnë kanë kësi sfida. Përveç ciklizmit, çka ka tjetër prapa iniciativës tonë? Janë do donacione? Donacionet kryesore këto e kam një goal për 10.000 funta për organizatën që thirret Pancreatic Cancer UK. Ata bojnë mbulumtime, ju jepin njerëzve shpresë. Edhe ata më kanë manici që ka e në të bo, edhe këtu donacionet e mija deri tash që ndikun ka 80-90 tuat hulumtime shkencëtarëve që duhen me qetë hulumtime për gjendje pankreas. Incredible thing that you've done, and I'm sure your father would be unbelievably proud of you. And this is just another example of the incredibly strong bonds between the UK and Kosovo. I'm proud that somebody like your father was welcomed in the UK.